Du të më largu kjerët me dollë midis rrugës për mi ik qisoj qëtë. Është asfalti qom një 8 milion vene, gropa midis rrugës. Qare? Treguna pak se kam i vëm shkel. O, nale pak tu Renault djallë. Është rrugë tepër e t'mershme me kalu me kerë. Që kjo s'po dia është asfalta o beton, jo që kjo beton. Qare babë së është, sa koma jam. Përshëndetje mistemi dhe ju shikus të shqiptarë që krejnë nga onar Lindi. Jena prap në qytetin e Pejës. Jena në tranzit. Të tranziti ku t'lidh me Logj, me Gorazhdevc, me rrugës para u shish atje. Edhe që t'lidh që t'qetë rrethit e hibi këto që t'lidh me Maqedonin për Prishtinë. Tranzit një rrugë shumë e frekuentume, ose në zhargon popullor një rrugë shumë e rrehne pej automjetëve, pikirave. Në gjendje jashtëzakonisht keqe. A mundosh me vrejt pak, është një farë lugi si të poshtë, që du të më largu kjerët me dollë midis rrugës për mi ik qisoj qëtë. Po ashtu të njëjtën kohë është e rrehum si rrugë shumë edhe prej automjeteve të rona, me pesha të rona, si shleperave, ose këtyne që ka bojnë zhavër, se qëtyne do separacionet zollët. Është asfalti qom një 8 milion vene, gropa midis rrugës. Qare? Treguna pak se kam i vëm shkel. O, nale pak tu Renault djallë. Qëre gropat mes të asfaltit. A be fokuson gropën? Gropa midis asfaltit. Gropa anash është rrugë tepër e t'mershme me kalu me kerë. Që gropa do më thonë ka gjdo ondë rrugës. Qëre? Gropa midis rrugës. Fokuso kënina jollë qëre? Që të në majtë. Që do më thonë po të përbej. Mero në qitë grupën, në qitë tut ma del në lezhan. Kërë s'ka mas, ha? Midis asfaltit grupa. Midis asfaltit. Zot hajrë bëne. Këna kjerin të norë në bas. Nuk e qita rrypën e sigurisë para arsyet që grupa. Qëre. Qëre mërë grupa? Qërek një grupat nonën e majtë, ku s'kan të nollën. Edhe është rrugë tranzit. është rrugë tranzit, du më thonë që tonë mësash të vozit 22 km/h. Qëre, jo të fokusoj që këtu hite e kalim kënina, ku e njës me këtë e kalim mëre. Du më thonë rrugë është në gjendje katastrofale. Qëre grupa këtu. Tash për shembull unë kam kjerë atona së shqala para në grupë. Qëre, kënina. Va. Grupat midis rrugës. Qëre. Kryetar Gazi, a i bjena her knejti, as i bjena. Qyshi? Qëra. Ta shune mi, grobët të më dojnë me disë rrugës. A tje ke rruga dhe matë merë? Ta shku shkojna. A tje është rruga shumë matë merë. Një kera nena, kamioni kënena, qëre? Dere me sët, më karo me shku shumë qytetë, më karo me kalëzu shumë rrugëve si që kjo rrugë që pas ka gjendjen, as edhe një rrugë pas rruga e rrugove të Pejës. Që kjo s'po dia është asfalta o beton, jo që kjo beton. E kanë shtru ku me ditë sa banorët, ose këta që i kanë bizneset këtu ngatë. Jo i qamë, po i thymë 8 milion vena, oho ja, i thymë 8 milion vena. Gropa për fillimit dhe më fundë së të zemra.
Hajde makne yll. Lagun e zhopave. Që kjo vish, që kjo rrugë, për shambull me rre 3-4 herë në dite. Minimum njoft në kërë t'i bën domja 200-300 euro. Jo me ndru qfar lagiri, jo diçka pu. Qëra babësh? Qëra babë? Qëra babë së është? Sa koma jem du me thonë, është e fill grupa. Nërgo pa këllë se edhe këto i bëjthire kryetarit Gazmend Muhaxhirit, edhe kom jetë me pytë se a i bjene herë këti tranzitit. Me po gjendjen e kësaj rrugës që u konë gjendje të mërshme edhe është në gjendje të mërshme. Unë jam i qytetit Pejës, edhe ka njerë kur jam Pej, kur ndodhë që ka në i reshit shqivt, që tu buhet koxha një farë poplove madhe. Një farë, me thonë një farë liqen, një vogël artificial për shqivt, që buhet qëtu. A për fokuson një grupa qenë, që është asfalti i qamë. Kitë grupa. Që du më thonë edhe këtu është koxha një farë. O, ka dalë në vetën. Definitivisht është rrugë të mërshme. Të du më thonë që ka pesha anash i paskaro njerëzve dhe tabelat e kirrit. Qash është rruga në gjendje të mirë. Gazmend Muhaxhiri kryetar të bëjë thirrje të paktën me intervenu diçka nëse është këtë storje ose nëse ta dërgon dikush këtë storje. Kisha lut unë si Arlind personal me ardh me anu menën edhe të paktën me afru me rregullu qitë rrugë. Shikus nderum, na kem të shku për Prishtinë dhe i rom që nejtë rrugë si trup, rrugë tranzit edhe nalëm. E dhe herave tjera mirë mbeqit, kalon i bukur.